O robërt Allahut, nga gjërat prej të cilave duhet të ruhet shtëpia e muslimanit, janë fotografit dhe qent. Janë fotografit dhe qent. Ka thënë i dërguarit sallallahu aleyhi wasallam: La tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wala sura. Melaqet nuk hynë në shtëpi ku ka qen ose fotografi. Dhe po ashtu në një rivajet të Muslimi: La tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wala tamathil. Nuk hynë melaqet në një shtëpi ku ka qen ose statuja. Këto hadithe tregojnë ndalimin e varjes së fotografive në mure dhe mbajtja e tyre për kujtime, si dhe ndëshkimi me mos hyrjen e melaqeve të mëshirës në ato shtëpi. Sot, disa njerëz janë sprovuar me këto dukuri, varin fotografi në mure, ruajnë në kuti ose në albume për kujtim, ose vendosin statuja për zbukurim. Kjo është nga shenjat. Kjo është nga shenjat e idhujtarisë dhe nga veprat e gjahiljetit, sepse fotografit dhe statujat janë njete të shirkut. Disa të tjerë emitojnë jo besimtarët, duke mbajtur qenë në shtëpinë e tyre. E i dërguari sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: Men iqtana kelben illa kelba sejdin au mashia, fa innehu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Ka thënë i dërguari sallallahu aleyhi wasallam: Kush mban qen përveç qenit të gjuetis ose të bagëtis, i paksohet shpërblimi gjdo dit me 2 qiratan. Mbajtja e qenve pa nevoj sjell disa dëme. Pre atyrve është: pengon hyrjen e melaqeve të mëshirës, pakson shpërblimin gjdo dit, është për ngjasim me jo besimtarët, sjell dëme, ndotje dhe shqetësim për të tjerët. Prandaj kini frikë Allahun dhe kujdesuni për shtëpit tuaja, që të bëhen shtëpi islame, të pastra dhe të gjalla me përmendjen dhe adhurimin e Allahut. Larg prej tyre, largohuni prej tyre çdo gjë që bie ndesh me etikën islame dhe çon në mëkate. Allahu i lartësuar ka thënë: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Vërtet, ju keni te i dërguari Allahut, ju keni, o musliman, ju keni te i dërguari Allahut shembullin më të mirë për atë që shpreson Allahun dhe ditën e fundit, dhe përmend Allahun shumë.